Na kanë bindur se problemi është Shqipëria. Jo, problemi nuk është Shqipëria. Problemi është mënyra se si administrohet Shqipëria. Nuk kemi nevojë të presim edhe një pres. Nuk kemi nevojë për një njeri të fortë që të na shpëtojë. Nuk kemi nevojë për një hidhur të ri politik. Na duhet një sistem aq i fortë sa të mos ketë rëndësi kush është kryeministër. Një sistem ku ligji funksionon dhe kur pushtëtari nuk do. Ku tenderi kontrollohet edhe kur ministri nuk do. Ku informacioni publikohet edhe kur drejtori nuk do. Ku drejtësia vepron dhe kur telefoni bie nga lart. Ky është shteti fort. Jo shteti që trem qytetarin. Shteti që nuk lejon pushtetarin të bëjë atë që do. Dhe kjo protest nuk ka nevojë të prodhojë një udhëheqës të ri. Ka nevojë të prodhojë diçka shumë më të madhe, një standard të ri, që kushdo që vjen nesër të di, koha e çekut të bardhë mbaroi. Koha me vota tani më lini 4 vjet mbaroi. Koha e shtetit pa llogaridhënie mbaroi. Shqipëria mund të bëhet, jo pas 30 vjetësh, mund të filloj të bëhet brenda 24 orës. Dhe pas 365 ditësh, ndryshimi mund të jetë aq i madh sa të pyesim vetëm. Se na thënë gjithë këto vite se ishte e pamundur, sepse ndoshta nuk ishte kurrë e pamundur. Thjesht nuk interesonin ta bënin. Dorëheqje! Dorëheqje!